Tregu financiar në Shqipëri po kalon një fazë dinamike, ku dëshira e qytetarëve dhe bizneseve për të investuar mbetet në nivele rekord. Sipas raportit më të fundit të Bankës Evropiane të Investimeve për fundvitin 2025, kërkesa për kredi ka shënuar një rritje që tejkalon edhe pritshmëritë e tyre. Ky vrullu dhe hiqet kryesisht nga familjet që kërkojnë të blejnë një shtëpi dhe nga individët që kërkojnë kredi konsumatore për të rritur standardin e jetesës. Ajo që bie në sy është se poka e euros në kredi po zbehet. Shqiptarët po zgjedhin masivisht monedhën vendase lekun, duke u mbrojtur kështu nga rreziqet e kursit të këmbimit. Por ndërsa kërkesa vlon nga ana tjetër e sportelit, situata paraqitet më e matur. Për herë të parë pas një periudhe lehtësimesh, bankat kanë filluar të shtrëngojnë kriteret e tyre. Marrja një vërtetimi page apo kolaterali nuk mjafton më si dikur. Ky shtrëngim po ndodh kryesisht në kredit për shtëpi dhe në financime të mëdha për biznesin. Faktorët janë të lidhur me rregulloret e reja të mbikëqyrjes dhe një pasiguri të lehtë që vjen nga tregjet ndërkombëtare. Megjithatë, ky frenim nuk pritet të jetë afatgjat. Ekspertët parashikojnë që në fillim të vitit 2026, banka do të gjejë një ekuilibër të ri duke u kthyer në një pozicion më neutral dhe më mbështetës. Një nga lajmet më pozitive që vjen nga ky raport është përmirësimi i cilësisë së kredisë. Edhe pse jetojmë në një kohë me sfida ekonomike, raporti i kredive me probleme ka pësuar rënje. Kjo tregon se familjet dhe bizneset shqiptare janë treguar të përgjegjshme dhe korrekte me shlyerjen e kësteve. Kjo qëndrueshmëri ka rritur besimin e grupeve bankare mëmë në Evropë, të cilat e shohin Shqipërinë si një treg me potencial të lartë. Sidoqoftë, një paralajmërim i lehtë vjen për muajt e ardhshëm. Bankat presin një rritje të lehtë të vështirësive në pagesa, që kërkon një kujdes më të shtuar nga ana e huamarrësve.